Thot Allahu Azza vërtet me të përmendurit të Allahut, zemrat qetësohen. Ngushtimet ku vinë? Këtu. Shtrëngimet, shqetësimet, jo rahatia përmes zemrës. Pse? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se në zemrën e çdo njeriu ka një pikë të zezë. Nuk ka thënë në mendje, ka thënë në zemër. Ajo pikë e zezë ose zmadhohet, rritet, ose zvoglohet. Zmadhohet përmes gjunaheve harameve. Sa më shumë që robi më katon Allahun, aq më shumë ajo pikë e zezë e mbulon zemrën e njeriut. E derisa bëhet ran, kella bel rana ala kulubihim. Çka është ajo? Kur ma vulloset zemra e njeriut. Por përmes adhurimeve, ibadeteve që si pikë zvoglohet dhe nuk i jepet mundësia që të zmadhohet dhe vazhdon në zemrën e njeriut të jetë e pastër. Vazhdon zemra e njeriut të jetë e pastër. E si rrin zemra e njeriut e pastër? Përmes besimit në Allahun fuqiplot, përmes të përmendurit të Allahut, përmes leximit të librit të Allahut te bareke ve taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajabun yamrul mu'min. Çështja e besimtarit është e çuditshme. Ama e besimtarit nuk thotë njeriut. Çështja e besimtarit është e çuditshme. Nëse e godet një të mirë, thot elhamdulillah. Nëse e godet një të keqe, duron. Ama e besimtarit. Sepse kjo ndodh te besimtari. Kjo ndodh te ai i cili beson në Allahun te bareke ve taala. Se kur ta godet një të mirë, thot elhamdulillah se nuk e ti çka e sollet këtë mirë. Nuk e ti këta solli këta dhe Allahu te bareke ve taala, për këtë duhet falendruar Allahun azza wa jall. Duhet thënë Allahut elhamdulillah, faleminderit o Allah për këtë mirë që më ke dhënë dhe për këto të mira. Por kur të godes një keqe, jeta është me sprova dhe sprovat janë këtë botën këtë dynja. Dynjaja një muj është për ty, një muj është kundra teje. Sot ho, knaqa nesër vin belajo, subhanallah, sa mirë isha dje, po ishe dje, po si e sot. Edhe sprovat janë këtë dynja, edhe ke ardhën këtë dynja që të sprovohesh. Ama ti duhet të jesh i përgatitur me sabër, me durim. Por ti nuk do të kesh sabër durim nëse nuk ke besim. Nuk do të kesh sabër derisa nuk ke besim.